Peshorja. Peshore, bura Graqofshi, ndiqni me kujdes. Wallace Stevens ka qenë një poet amerikan i shenjës peshores. Në vitin 1955, për veprën e tij, fitoi edhe çmimin prestigjioz Pulitzer. Pikërisht, në këtë moment, Universiteti Howardit i ofroi një vend si pedagog në katedrën e letërsisë. Por Wallace Stevens e refuzoi, nuk donte të shkëputej nga puna që bënte si zëvendës presidenti një kompanie sigurimesh në Hartford, në Connecticut, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Peshore, bura Graqofshi, në gjysmën e dytë të vitit 2026, edhe ju do të ndodheni përpara një situate të tillë si Wallace Stevens. Do të jeni në një udhkryq, në një rrugkryq që do të duhet të merrni një vendim si ai Wallace Stevens. Do të vazhdoni të bëni atë çka njihni mirë, apo do të shkëputeni për të hyrë një rrugë të re me stimoj më të fuqishëm e me emocione më të forta? Këtë nuk më takon mua t'ua them. Nuk mund t'ju them se cila do të jetë zgjedhja më e mirë. Duhet ta vendosni vetë. Unë dua t'ju them vetëm që duke filluar që këtë javë të ndërgjegjësoheni e të jeni të qartë për vendimin që do të merrni.